Kandidati për kryeministër i PDK-s Bedri Hamza me kryetarin Totaj si dhe të gjithë kandidatët e këtij qyteti që karojnë për deputet. Kanë takuar fillimisht dhe kanë vizituar kompleksin lidhjes shqiptare të Prizrenit e pastaj kanë takuar shumë qytetarë të cilët kanë bashkëbiseduar e njëherët vizituan edhe pjesë të organizimit të dimrit turistik për të vazhduar me një vizitë edhe në SHK, agimi si dhe biznise të këtij qyteti. Kandidati për kryeministër Bedri Hamza tha se jemi në qytetin e fitoreve të PDK-s, bashkë me kryetarin Totaj si dhe kandidatët e këtij subjekti politik. Bën një shëtitje në qendrën e Prizrenit në shoqëri të kandidatëve prizrenas për deputet dhe biseduan për ndryshimin e domosdoshëm pozitiv që e pret Kosovën pas zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Nuk mund me anashkalu asesi ndihmën që kryetari i qytetit tonë i ka bën shoqërisë Agimi për këto vite që është pozitiv dhe uroj që çdo kush edhe atje në qendër, kush do të qoftë që të jetë sigur se na i thëmë shash që e kemi shok tonin. Një vend ku ka kontribu shumë për kulturën, për artin, jo vetëm për Prizren, po për gjithë Kosovën, edhe emri juaj kudo. Kosova për tej është emër i njohur, e kjo është rezultati edhe i punës, angazhimit, veprimtarisë juaj, shumë talentëve që kanë kalu këtu, shumë profesionistëve që kanë kalu në për këtë shoqëri, e thatë shumë bukur, shoqen do të me morë model të qeverisjes edhe në nivelin qendror. Edhe realisht ndikimi tina është edhe në nivelin qendror, se ne kemi dhe nën kryetar të partisë, po investimin në art, në kulturë, në arsim, nuk është shpenzim, është investim. Edhe është investimi maj drejt edhe maj duhur. Dhe jam i bindur që nuk është ndonjë kosto e cila nuk e përballon buxheti i shtetit. Partia Demokratike e Kosovës në këtë zgjedhje është i vetmi opsion serioz dhe i besueshëm për ta quar vendin përpara, për të ndërtuar stabilitet, zhvillim dhe për t'u kthyer shpresën qytetarëve të Kosovës për një të ardhme më të mirë, shprehet kryetari Totaj. Kulturalistika Agimi ka dëshmuar gjithmonë që është në nivel të pritjeve, ka organizuar shumë koncerte, shumë festivale, mirë po ai që është më i njohur edhe më prestigjioz është Zambako i Prizrenit. Edhe niveli artistik i atij festivali është ngrit dukshëm kohën e funit, e kjo për shkak të punës, festimit edhe bujarit, përndryshe me bujarin jemi konë një 3 vjet më një bank. A ka rritë me mësu me nu? Alla dhe keme mësu me ra gitarës, po qaq sa mësova unë në këta më lu basketball, qaq s'kemi ma me ra gitarës. Edhe na jemi mirënjohës për punën e tyne, për angazhimin e tyne. Vitin e kalum një grup i 3-ve, të cilët disa janë konë edhe për Agimin, kanë marrë pjesë me një festival të vallave tradicionale në Kore, edhe kanë marrë shpërblimin e 3, kërë në këthy për atje. Të më thonë, ka talenta, po talenta në këtë kuptimin pozitiv të fjallës, të cilët në kanë zbalë ftyrën ka do që kanë marrë pjesë. Për këtë arsye, bashkëpunimi jonë me siguri që do të vazhdonë, po në kroft kjo smete, unë e besoj që po, me pas mikun tonë me drinë kryeministër, atëherë vëllimi dhe niveli i organizime artistike do t'jetë edhe më i madh edhe më i suksesshëm. Kurse në objektin e SHK Agimi është pritur nga kryetari i kësaj shoqërie si dhe kryesia, ku dhe kanë diskutuar për angazhimin që ka kjo shoqëri kulturore artistike më e vjetra në Kosovë. Gjithmonë që këto. E qendrën mirë, a?